Jemi rikthyer në studio, do të flasim për ndeshjet e një dite më parë të Champions me rezultate surprizë të papritura, por edhe me shumë emocione. Në fakt, për të parë pak rezultatet e mbrëmjes së djeshme, kemi Kopenhagen Kairat Almaty 3-2, Pafos Monaco 2-2, Arsenal Bayern Munich 3-1, Atletico e Madridit Inter 2-1, Frankfurt Atalanta 0-3, Liverpooli me PSV 1-4, Olympiakos Real Madridit 3-4, Paris Saint-Germain Tottenham 5-3 dhe Sporting Club Brugge 3-0. Këto janë rezultatet e mbrëmjes së djeshme. Ledio Alili është me mua në studio për të diskutuar pak rreth asaj çfarë ndodhi mbrëm. Ledio, mirë se erdhe. Përshëndetje. Interesante, ndeshjet bukura dhe me surpriza mbrëmjen e djeshme dhe me emocione në fakt deri në minutat e fundit. Po nisim pak me Bayernin, edhe pse nuk e kemi Enrikon sot, sepse pas humbjes së Bayernit ishte i sigurt. Hera e parë në jetë që është i sigurt që Bayerni fitoi, Bayerni humbi. Shiko, unë edhe dje thash Esmeralda, Arsenali këtë vit edhe pse jemi mësuar të gjithë ta përbuzim apo mos të besojmë tek kjo skuadër, sepse vetë ka treguar që ka një ecuri të mirë në fillimet e kompeticioneve dhe kur shkon drejt fundit, pra drejt fazës finale gjithmonë që don, këtë vit duket më solid se kurrë. E tregojnë shifrat, e tregon loja, e tregon vetë entuziazmi edhe atë çfarë përcjellin lojtarët në fushën e lojës. Pra, një Arsenal i cili psoi golin e parë dje në Champions. Pra, u deshën 5 javë për të psuar golin e parë